Ulqini në kryqësim. Sot protesta për identitetin dhe të ardhmen e qytetit. Në orën 12, në ura Port Milenës në Ulqin, shqiptarët autokton të Malezi u ngritën në protestë për të mbrojtur të drejtat e tyre, pasurinë dhe identitetin e tyre të rrezikuar nga politika shtetërore. Ish këshilltari i Bashkisë së New Yorkut, Mark Gjonaj, u bëri thirrje për këtë tupi masiv duke denoncuar zhvendosjet e detyruara, grabitjet e burimeve dhe neglizhimin e vazhdueshëm të komunitetit shqiptar nga autoritetet malaziase. Ne nuk do të lejojmë që ardhmja e Ulqinit të diktohet nga të tjerët. Pasuritë dhe taksat e qytetit duhet të mbeten për të mirën e banorëve të tij, jo për interesat tuaja apo të Podgoricës, deklaroi Gjonaj duke kërkuar më shumë autonomi për qytetin dhe administrimin e burimeve të tij. Një nga kërkesat kryesore të protestës është largimi i Agjencisë Shtetërore Morsko Dobro nga menaxhimi i pasurive bregdetare të Ulqinit, duke kthyer kompetencat në duart e komunës lokale. Ne jemi popull autokton i kësaj toke dhe nuk do të lejojmë që të fshihemi apo detyrohemi të largohemi nga shtëpitë tona, theksoi Gjonaj. Qindra banor, përfaqësues të autoriteteve lokale dhe biznesmen nga Ulqini protestuan në këtë qytet në jug të Malit të Zi, duke thënë se Ulqini nuk është përshitje. Protesta 22 marsit u thirr për shkak të pakënaqësisë lidhur me tenderin për dhënien me qira të plazheve të Ulqinit, të cilat vitet e fundit janë marrë me qira nga bizneset lokale, por këtë vit oferta më e mirë e marrjes me qira të plazheve u vlerësua se ishte ajo e një kompanie arabe, Eagle Hills. Sipas saj, banorët e Ulqinit nuk janë kundër progresit, por janë kundër projekteve megalomane që fshin identitetin lokal. Komuniteti ynë duhet marrë pjesë në vendimarrje, po ngrem zërin kundër centralizimit, ta përfaqësuesi i qiramarrësve Albert Kastrati. Ai vlerësoi se tenderi për qiramarrjen e plazheve ka diskriminuar qiramarrës vendës dhe ka favorizuar investitorët e huaj. Protesta në Ulqin u mbajt pavarësisht nga fakti se kryeministri i Malit të Zi, Miloj Kospajic, në 20 mars njoftoi se Eagle Hills ka ndërmend të tërhiqet do të kaloj plazhet qiramarrësve lokal. Plani për investimet në megaprojektin në Ulqin nuk ka marrë miratimin opozitës dhe një pjesë të liderëve lokal. Deputeti i Bashkimit Demokratik të Shqiptarëve, Mehmet Zenka, konfirmoi gjatë një takimi se Spajic ka thënë se qëllimi i investitorëve arabë është të marrin me qirat gjithë plazhin e madh për 99 vjet. Ai theksoi se kjo është e papranueshme, pasi edhe pse nuk janë kundër investimeve, Ulqini nuk është përshitje. Ish kryeministri Dritan Abazovic, i cili është një nga Ulqini, ka kërkuar që Prokuria Speciale e Shtetit tetoj rastin e dhënies së qiras për plazhin e madh, duke pretenduar se bëhet fjalë për një vepër korruptive.